mirë se erdhët. Mirë se gjemi. Defendere deri më 9 qershor do të mbahen stërvitja më e madhe ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe Shqipëri. Si e keni parë deri më tani? Po, kem një privilegj të veçantë edhe Kosova e Shqipëria atje një koqire. Dy nga 8 vende që do të presin zbarkimin e trupave amerikane, por edhe atyre edhe të Ballkanit edhe të Evropës, por edhe Afrika është këtë një sistem të integruar edhe kjo bën në një situatë pasi që po bën nga viti 2023 kur u suspendue pra Defender Europe 2023 për shkak të situatës që është atëherë në veri, më bëhen 2 vjet nga sulmin i ekstremistëve serb në pjesëtarët e KFOR-it, gazetarët, por edhe policinë e Kosovës. Kështu që kjo vije një reagim në situatën rajonale dhe globale të sigurisë, nga se realiteti është që jemi një situatë mjaft të vendosur. Përkundër asaj që parlamenti jon nuk është shumë kështu në koherent në kuptim të formimit edhe duke mos e pas situatën jashtëzakonisht të ndërlikuar në drejtim të qetësimit të situatës edhe përkundër asaj që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe liderët evropianë po ndërmarrin veprime me qëllim që situata të sigurisë përgjithësi, sidomos në rajon edhe lufta në mes Rusisë dhe Ukrainës të përfundojë. Është theksuar në vazhdimsi se Defender 2025 paraqet po ashtu një përveç që paraqet Kosovën mirë në aspektin e sigurisë, është edhe një tregues i qartë që Kosova shumë shpejt duhet të jetë anëtare e NATO-s. Sa po shkojmë drejt kësaj? Po me vetë pjesëmarrjen, pra morëm përveç aspekteve pra humanitare që morëm pjesë, na morëm edhe në pashtrues, falë Shtetet Bashkuara të Amerikës, forcat armatore të Shtetet Bashkuara të Amerikës atëherë në Kuvajt. Mendoj që me pjesëmarrjen këto manovra tregon qartë se Kosova po shkon drejt integrimit në kupollën e NATO-s. Domethënë që kjo kërkon është një proces, nuk është shkon ajo ashtu shpejt, nga se FSK është në fazën e tranzicionit, në vitin 2018 përfundon 2028, përfundon koha e tranzicionit dhe vjeçare në 3 faza, edhe atëherë normal shpresojmë që do të hyjmë partneritetin për paqë krahas këtyre kahjeve edhe tendencave integruese në kuadër të NATO-s, edhe mendoj që për një kohë të shkurtër krahas edhe situatës sigurisë që mund të jetë edhe përshpejtues në mundësitë të integrimit në NATO. Në vazhdimsi shohim deklaratat edhe që bëhen për kërcënimet nga Serbia sa i përket situatës së sigurisë në vendin tonë. Kemi parë së fundmi edhe deklaratën e ministrit të mbrojtjes për dislokimin e një pjesë të madhe të ushtrisë në kufit me Kosovën. Sa paraqet kjo rrezik për vendin tonë? Po do të pas parasysh që Serbia një vend fshin, po vazhdon me një situatë agresive e krimit konflikte si aleat i Rusisë në Ballkanin, lidh me 9 maj ai u ftue bashkë me ekstremistin Dodik Republika Srpskës në manifestimin një parade në një Rusi pra agresore në Ukrainë, edhe duke i thyer gjitha ato kërkesat e liderëve edhe amerikanë dhe europian për mos të shkuar, edhe ai duke vlerësuar situatën kinse të komunitetit serb në Kosovë si të tensionuar apo ai thotë të shtypur nga regjimi, që është totalisht e pavërtetë nga sa thënë jo ndiruar nga regjimi i ekstremistëve serb, pra me vetë vendosjen e rendit sigurisë në pjesën veriore. Para 5 ditësh, në vitin 6, mblodhi Këshillin e Sigurisë edhe vendosi që t'i urdhëroj sektorin e sigurisë nga inteligjenca, njësitë elite policore, por edhe njësitë ushtarake, që të fillojnë t'i zbatojnë planet t'i formësojnë, por edhe t'i zbatojnë planet operacionale për veprim ndaj Kosovës, që në kupton edhe koncentrimin ashtu që, sikur që tha zoti Maqedonci, supozohet se një përqindje e madhe forcave është në jug të Serbisë, në kufi të verior të Kosovës.
Pa dyshim do doja të flasim edhe për situatën e sigurisë në veri të vendit. Përmend edhe ashtu më parë që janë bërë 2 vjet në fakt që kur nisën sulmet në veri ishin pikërisht në zveçan ato të cilat u bën kundër pjesëtarëve të KFOR-it, Policisë së Kosovës dhe gazetarëve. 2 vjet pas, sa është bërë në këtë drejtim? Po, la përshtypje deklarata e zënë sekretarit amerikan të shtetit në summitin e NATO-s në Amerikë, kur ai një shumë decisive tha, Amerika nuk do të tolerojë më lider që nuk shkojnë interes të paqes, atëherë dihet në kënd aludon, edhe përjashtimi i Serbisë në këto manovra, nga se duhet ditur se Serbia nuk ka interesim të anëtarësohet në NATO, po është në partneritetin për paqe, edhe dihet në bazë të asaj sistemit neutralitetit, mundohet që të jetë barazpesh mes limbjes e perëndimit, për të çdo herë ajo përfiton nga ajo. Kështu që në këtë drejtim mendoj që situata e sigurisë në Kosovë, me gjitha ato tendencat serbe dhe ato që ka urdhëruar në Këshillin Nacional të Sigurisë të vendit fshinjë Serbisë, për të bërë tensione ndaj Kosovës, për të munduar që të ndërmarrë veprime, si thot ai, operacionale apo ndaj Kosovës, ai nuk do të ketë guxim të ndërhyjë në Kosovë, por është ai sistemi i luftës hibride, sistemi sikur i Putinit të vogël në Ballkan, edhe do të tentoj që sikur përpara edhe me grupin e Radojčićit, por mandej edhe me diverzionet që pat në kanalin Iber Lepens, por edhe me mundësi që tensionoj situatën se sistemi i luftës hibride është shumë i lloj-llojshëm kuptim të metodologjisë së veprimit, kështu që tash edhe tendencat për të ngritë, për të tensionuar situatën qoftë edhe me adoleshentë, gjithsesi maturantët serb në verimin e Kosovës, që çdo herë po më shumë po krijojnë një situatë mjaft duke prish rënë qetësinë, por edhe duke kënduar këngë nacionaliste, shoviniste, edhe normal patë edhe përplasje me policinë e Kosovës, por edhe forma tjera do të tentoj çdo herë të krijoj një situatë paqëndrueshme, kuptim të asaj që të tërheqë vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare, edhe me vetë koncentrimin e trupave duke futur në presion, them kështu, edhe leadershipin në Kosovë, por njëkohësisht edhe duke aluduar edhe prezencën ndërkombëtare në Kosovë, pra KFOR-in edhe EULEX-in. Megjithatë, kemi diskutuar shumë herë këtë çështje. Sa ka bashkërëndim të veprimeve mes institucioneve vendore dhe ndërkombëtare? Mendoj se ka bashkërëndim, unë tash nuk do të hyj nga politika, nga se ajo nuk po shkon drejt shumë. Mirë, po aspekti funksional, komunikues, bashkëveprues, mbështetës mes institucioneve të sektorit sigurisë vendore dhe ndërkombëtar shkon shkëlqyeshëm. Pra mes policisë Kosovës, mes edhe KFOR-it, EULEX-it, por normal edhe FSK-s, duke përfshirë këto manovrat, por edhe mbështetjen e vazhdueshme të vendeve të NATO-s, të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të partnerëve tonë strategjik në ngritjen e kapaciteteve, gjithashtu inteligjenca, dihet edhe marrëveshjet, përveç marrëveshjen e bashkëpunimit ushtarak me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi edhe një veçori tjetër, marrëveshjen që me 13 qershor do ministri i mbrojtjes zoti Maqedoncit do të shkonë në Amerikë, pra çështjen edhe marrëveshjen në fushën e inteligjencës, këmbimi i informacionit, por edhe sistemin e shfrytëzimit të databazave për teknologjinë luftarake që ne e shfrytëzojmë, sikur që Javelin apo edhe armatimin apo pajimet tjera. Kështu që mendoj që në këtë drejtim kemi mbështetjen e plotë për atë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe me Bashkimit Evropian, si dhe marrëveshja pa kaluar është marrëveshja për aleancën memorandumit vërtet i përbashkët mes Kosovës, Shqipërisë edhe Kroacisë, që është në shkruar para disa kohësh, edhe e jap një dije, pra çdo lideri, them, sikur që është lideri autokrat Vučić, edhe ai menjëherë pati reagime të shumta lidhur me këtë marrëveshje, nga sa ai po tenton të krijojë një debalans duke e armatosur, duke pajisur Serbisë gjithandej, edhe nga perëndimi, edhe nga lindja, por duke bërë një destruksion sistem. Fatkeqësisht ndjerr rolli diçka një informacion që, sikur thanë, Rust e akuzohen për të ikë pas shpine
për armatosin e vazhdueshme të Ukrajinës, nëpërmes një formë të transmisionit në përvenën mes Bullgarisë, vadiun e Hungarisë, vendeve tjera, edhe akuza ishte edhe kinse tash Vučići ka rënë në ciklet, si tash qytoj, pra armatosin e vazhdueshme, që thotë se kinse kjo është një çështje tregtare më tepër, që ai s'ka pas shumë dorë, po realiteti është që as raportet e tyre nuk janë një qëndrueshmëri, por ajo që ka ngre vëmendjen, ato që ka e ceka, pra deklaracion e sekretarit amerikan të shtetit, që nuk do të toleroj asnjë lider që ta prish pra paqen në ndonjë jo vetëm Ballkan, po përgjithsisht në pjesë të Evropës. Mirë, po ajo që shohim në vazhdimsi janë po ashtu reagimet të ndërkombëtarëve, të cilët bëhen në rast të mbylljes së zyrave të strukturave paralele. Kemi parë reagimet të ambasadës amerikane, po ashtu edhe të ambasadave të tjera që veprojnë në vend pikërisht pas ndërmarrjes së këtyre veprime nga ana institucioneve të Kosovës. Tash nuk di si po adresohet ajo, adresohet si vendim apo mos politike, apo është tem më tepër institucionale apo zbatuese, nga se pra vlerësohet se kjo është edhe detyrë edhe institucioneve pra zbatuese të ligjit, nga se pra vendimi politik është i mëhershëm për mbylljen e institucioneve ilegale apo paralele në Kosovë, edhe kjo është në varës të asaj. Tash normal mendoj që duhet të jetë, sikur që cekat bashkëpunimin edhe njoftimin, pasi që mund të ketë eventualisht ndonjë tensionim situatës si rrjedhoj asaj. Për këtë arsye shoh edhe komente për rekomandimet qoftë liderëve, sikur që janë liderët apo ambasadat e Mbretërisë Bashkuar, Gjermanisë, Francës, është edhe normal edhe të zyres Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mendoj që këtë drejtim do të jenë të kujdesshëm që mjafton të njoftohet që është proces mbyllja e këtyre pra strukturave apo institucioneve të kreaturave serbe në Kosovë, edhe kësaj detyrë shtëpisë që do të kryer. Tash kjo sikur politika po ja atribon vetin, vërtet këto janë detyra institucionale, që është një vendim politik i mëhershëm, që këto struktura të mbyllen, pra është një marrëveshje që nuk është zbatuar asnjëherë, por mendoj që informimi ndërsjellë duhet të ekzistojë, nga se mund të vihet një situatë e tensionuar, edhe ata gjëra thirrën pra sidomos prezenca ndërkombëtare, pse janë informuar lidhur me këtë ndërmarrje apo këtë veprim. Pasi që jemi krejt në fund, marrë parasysh situatën politike të cilën e kemi në vend, mirë po edhe zhvillimet që kanë ndodhur më herët në aspektin e sigurisë, nga ajo që kemi parë, Serbia nuk është sanksionuar në asnjë formë për të gjitha veprimet që i ka bërë. Në situatën aktuale, mund të presin ndonjë ndëshkim të saj nga BE-ja përderisa Kosova vazhdon të jetë nën sanksione? Po pjesërisht u paralajmëron heqja sanksioneve Kosovës, mendoj që dështimi politikës jashtë në Kosovë, sepse nuk ka vepruar, sidomos me rastin kur u ngrit pra aktakuzën të grupit terrorist Radojčićit, atëherë do shumë të jenë më në politikë apo në diplomaci më agresive, më prezente në qendrat e vendosjes, qoftë në Evropë apo në Amerikë, me qëllim që na heqin sanksionet edhe ti vendosen Serbisë. Kjo ishte se sikur në Bashkinë Ndërkombëtare pati besim shumë politikën aktuale, derisa për institucionet në këtë rast gjyqësore, që si prokuroria në ngritja këtë akuzë. Mi po për ati momenti na i kemi fjetur sikur rastit, nuk kemi bërë, apo kemi bërë shumë pak me qëllim që kjo situatë të ndryshoj. Ne vetë na ishin sankcione, ishte Parlamenti Evropian që i diskutoj, por ishte krejt në shkara ashtu, por jo edhe në aspektin substancial që këto na heqin sankcione përfundimisht, edhe mos nga se kem pasojat janë edhe në aspektin financiar, paku e për 800 milion eurove që është për investime kapitale në infrastrukturë për vendet e Ballkanit Perëndimor, që realisht për shkak mos konstruimit parlamentit edhe pjesërisht edhe sanksioneve mund të kem pasojë për këtë përveç sigurisë që është jashtëzakonisht fragile në kuptimin e asaj që ne sankcionet tona, këto sankcionet e Kosovës janë në vazhdimsi rëndojnë edhe aspektin ekonomik, financiar, por njëkohësisht edhe sigurisë.
Zoti Bishi, unë ju falenderoj shumë për intervistën dhe analizën sot. Respekt.